Këta janë disa bujq të Tetovës. Kanë dalë në vendin ku po ndërtohet muri mbrojtës i lumit Shkumbin, punime të cilat i vën bujqit në mëdyshje nëse duhet të mbjellin ose jo këtë pranverë. Kjo për shkak se me nisjen e punimeve të murit mbrojtës është ndalur rrjedha e ujit të lumit që ata e përdorin për ujitjen e rreth 200 hektarëve tokë. Tash porin me droje nëse deri në maj do të rregullohet kanali ujitës. Me 100 hektar ka tokë që përpunohen me ujë. Jo nuk punohen me shi. Pa pas ujë, mos shkoja njeriu të bëjë angazhimet e veta, të bëjë shpenzimet e veta për t'i mbjell e më në fund se merr kur gjë. Populli duhet bujqësinë ta mbajë, jo ta mbajë ndërtimtarinë, se pa bujqësi nuk ka ndërtimtari. Punimet gjishohen këto e kanë nes para kulmin e bëjnë, më pa do vijnë themele. E ne duam premtim pi komunës Tetovës të na tregojnë o ti mbjellim toka si vjet, o ti lëm ngjerë ti lëm. Si janë mos hupim edhe kohë edhe pare, se investimet janë një thes plen 25 kg është bën 900 dinar. Do një informat vogël çka do të bëhet me kanalin i cili ka ekzistuar prej vitesh, kurse tash me këto punime ne shohim që kanali jonë që kemi ujtë deri tash nuk ka qasje më për në tokat bujqësore. Që ja vjen murin këta, ta ndale këtë ujtin, ta ndale bujqësien, ta qoje poshtë bujqësien, ta ndale bukën. Nga komuna e Tetovës sigurojnë se kanali ujitës do të rikthehet siç ka qenë. Momentalisht është duke punuar për rregullimin e shtratit lumit, muri mbrojtës. Në atë pjesë nuk është i parapar kanali ujitjes. Por nga vullneti i mirë të cilin e ka premtuar kryetari, sigurisht se edhe kanali i ujitjes do të ndërtohet ashtu siç ka qenë. Nga punët që janë bërë, është prish. Tani e tutje, pasi të krijet muri mbrojtës i shtratit lumit, do rregullohet edhe kanali i ujitjes. Kjo nuk është hera e parë që bujqi dalin në protestë. Edhe vitin e kaluar ata kishin problem me kanalin ujitës shkaku i dëmtimit nga ndërtimet që bëheshin në pjesën ku edhe bujqit furnizohen me ujë.